Dje rreth orës 11:15 në SPB Tetov është vetë dorëzuar FR 36 vjeç nga fshati Bogovine e Tetovës, për të cilin ka qenë i lëshuar një fletarrest kombëtar nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit shkup, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale bashkëpunim kriminal sipas nenit 394 paragrafi 2 dhe prodhimi dhe lëshimi i pa autorizuar në qarkullim i lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorove, sipas nenit 215 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Shkupit. Mbrëmë rreth orës 21:25 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, pjesëtarët e policisë së Gostivarit kanë privuar nga liria personin QI 52 vjeç nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, kërcënim me mjet të rrezikshëm, i denoncuar më datë 4 tetor 2025. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në stacionin policor Gostivar janë kryer biseda zyrtare me TN 34 vjeç dhe DN 61, të dy nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga djali dhe vëllai i tyre 36 vjeçar, se ata i kishin sulmuar fizikisht një ditë më parë në orën 20:10 në shtëpinë familjare. Me këtë rast, personit DN i është konfiskuar një pistolet Zastava dhe 2 korniza Bosch. Ata janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 12:50 në stacionin policor në Gostivar është denoncuar se në kryqëzimin e rrugës Zhivko Brajkoski me rrugën Branko Stanojević në Gostivar ka ndodhur një aksident trafiku midis një kamioni MAN me rimorkjo me targa të Gostivarit i drejtuar nga RM 51 vjeç nga Gostivari dhe një biçiklete drejtuar nga IZ 84 vjeç nga Gostivari. Në aksident, ciklisti ka posuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm Gostivar. Inspektimi në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar.